Tuar në gjysmën e dytë të shekullit e 15, hamami i Haxhi Bellt në Pej ligjërisht është në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Megjithatë, në realitet, çdo ditë mbetet përballë rrezikut të dëmtimit. Hapësira ngjitur me këtë vend të lashtë, ka kohë që është shndruar në vend parkim e grumbullim mbeturinash. Do duhej kompetentet, kur thon kompetentet nuk po flas për pronarët, se pronarët jemi ne, Bashkia Islame, mirë po Bashkia Islame nuk përfiton prej shtetit as një fond, as për nevojat e tyre esenciale, as për stafin, e lemo deri sot, ne e falenderojmë prapë qeverit, gjitha qeverit, deri sot që kanë te këtu kanë investuar në mbrojtjen e objekteve. Mirë po, kur është fjala të hamamin në Pej, nuk është investuar. Ne vazhdojmë vazhdimisht me trokit në përdyrë të gjitha atyre që kanë interes me kthyni, mund të them lirisht një perle qytetit, sepse jo të gjitha qytetet kanë hamame, pastaj hamami i Haxhi Bellt ose hamami i Haxhi Zekës ka edhe histori tjetër nga hamame tjera, sepse në xhaminë e hamamit është marrë edhe lidhja e Pejës. Investimi në këtë hamam kërkon kosto të lartë financiare, ndërkohë që komuna nuk ka ndërmarrë asnjë hap për faktin se nuk është në pronësi të saj. Gjendja nuk po shihet shumë në rregull. Ne jemi gati me bashkëpunu me institucionet përgjegjëse nëse veç kanë shprehje në interes bashkëpunimit ose diçka, sepse ajo është një institucion kulturor që na përket neve, po ligjërisht na nuk mujmë me menaxhu ose me investu pa një bashkëpunim të persona përgjegjës aty në çështjet e tyre. Megjithatë, pushteti lokal ka kompetenca për mirëmbajtjen e hapësirave përreth, ndërsa vizitorët që nuk janë të paktën në numër kanë interes për të vizituar brendësitë e këtij objekti shekullor. Xhamin ku unë shërbej, Bayrakli Xhamin thot, a është kjo Bayrakli Xhamia dhe a është larg hamami që ta vizitoj. Gjatë vitit të kaluar përmes fondeve nga projektet ndërkufitare, është arritur të restaurohet çatja e hamamit me shtresën e re të plumbit.